Ku jemi këtu, Las Catalinas. Atëherë, kjo është pjesa e oqeanit paqësor. Këtu kanë krijuar një mini Itali të vogël, ta. Ajo që te kjo video do ja tregoja unë është se si kanë harmonizuar gjë që se bëjmë dot neve, se si kanë harmonizuar bukurinë natyrore me shërbimet që këta ofrojmë. Ja, dhe u kthej më mbrapa unë. Tani, këta kanë arritur, nuk e di gjohet apo jo nga kamera, është plot me zoq këtu, ja. Këta kanë arritur ta kombinojnë aq bukur e xhan. Në herë thua, ore, po si ka mundësi e xhan. Vetëm raca jo nuk arrin dot bëj këto kështu. Kjo është një pjesë ti bulevardi. Tani t'u tregoj pjesën e detit aty ku ne kemi gjithë fiksimin për të hyrë brenda me të ndërtuar. Si duket ta nuk di në xhan. Unë mendoj që ne jemi shumë racezgjuar. E kupton? Shumë racezgjuar se vetëm ne vritim për metra për shtyr gardhin. Se këtej gardhe s'pas fare, kështu që se që kanë kombinuar këta duke e prekur në minimumin e mundshëm natyrën. Ky është oqeani paqësor. Atje tek ai cepi atje është hoteli jon. Ja dhe njerëzit që kanë ardhur për relax. Këtu bëjnë xhiro. Deri është shumë i fuqishëm. Njerëzit që qetësohen. Dhe lind pyetja, si ka mundësi këta që ne i konsiderojmë jefshta, si ka mundësi këta arrin t'i benden e si bendat? Po mendoj që duhet kemi një problem, ne. Duhet na ketë lënë sultani i Turqisë me një problem. Atëherë kjo është Las Catalinas. Për ata që do vinë në Costa Rica, është pjesa nga krahu i paqësorit. Pra Las Catalinas. Në qoftë se do vini tek në një nga këto vilazhet që janë këtej vërdall, patjetër që do ta vizitoni sepse një Europë të vogël ata me ndërtesat e gjithë kësaj zonës këtu ja. Ja dhe zojt jetojnë në harmoni këtu ja. Ja pra, është e mundur harmonizimi midis ambientit dhe turizmit.